Po, a i tha Liridonës ik nga vetura? Po, i kom thonë suedisht. I ke thonë suedisht? Po, vrapa pas me i kom thonë. Në momentën e ngjarjes, unë edhe fëmia nuk kemi qenë në veturë. Pse pas vrasjes së Liridonës, në natën kritike, ju mbetët në Prishtinë, në hotel, ndërsa fëmijët ju vranonat natë dhe i latë tjenë largë prej juve. Cila ka qenë arsyeja? Kur dolim nga stacion, fillimisht ishim në stacion të policisë dhe në stacion ishte edhe gruaja e Leonardit, qika halës tem, Genita, e cila më tha që ajo merte me fëmijë, derisa u kry krejtmarrja në pyetje. Dhe kur dola prej stacionit policisë, ata tha që na i morëm fëmijët, sepse mu më tha policia me qëndru në Prishtinë, sepse mujna me të thirrë prapë. Ju thatë se nuk e keni pa vrasjen? Jo, as unë as fëmijë. Në deklaratat e mahershme ju keni thonë që me veturë të policisë keni shku tek vetura tek vendi i ngjarjes. Po nuk më kalon me dalë policia. Liridonën e kom pa vetëm të nesër me një mërkë. A keni diskutu, a keni komuniku diçka me atë grabicin që ju e quani grabitës? A keni ndru fjallë? A keni ndru fjallë me grabicin? Vetëm telefonin kur ma ka kërku. Nuk, vetëm telefonin? Kur kom qitë për mi tavan. Jo, fillimisht paret, po kur... Fillimisht ju ka kërku paret? Po, këtë senet tha qëtni. Këtë senet tha qëtni? Edhe unë i thash Liridonës jepje këtë qka ki. Po, a i tha Liridonës ik nga vetura? Po, i kom thonë suedisht. I ke thonë suedisht? Po, vrapa pas me i kom thonë. A keni pas mundësi me lëviz veturën, me qenë se keni thonë që grabici ju ka dalë pa pritmas, ju keni qenë me veturë, edhe a i ka qenë koma, po? Po, në mes rrugës. Në mes rrugës? Po. A keni pas hapësirë në njërën apo anën tjetër të i kaloni? Hapësirë, kom pas me të i kalu, me shkel ato, kom pas, po në atë moment Liridona ka bërtit nalo, edhe unë e kom nërë veturën. Keni pas hapësirë të anashkaloni grabicin, po Liridona ka thonë me undalë. Po edhe në më thonë moment shok aty nuk. Ka qenë moment shoku dhe nuk keni di si të veprane. Ajo tha nalo në nala. Vendimi gabum, por kështu ndodhë. Jo, në vetëm ju siguroj që edhe njëherë do të thëtë në momentën e ngjarjes. Unë edhe fëmia nuk kemi qenë në veturë, nuk e kemi parë ngjarjen, dhe si është shkaktuar ai lëndim, a është shkaktuar 1 orë përpara, 3 orë përpara, a në momentën e vrasjes unë nuk e di, sepse nuk e kom pa. Për cilin lëndim po flisni? Ato në Liridonës, nonën e majtë.